Selected. Screen recording. Button. Gemini. Double tap to open. Use. Sidebar. Button. Notebooks. Button. New notebook. Uncontrolled. All notebooks. Recent. Button. Heading. iPhone 18. iOS 27. Siri AI. Share conversation. Button. Pin. Rename. Add to note. Delete. Dismiss context menu. Pin. Button. Rename. Add. Delete. Dismiss context menu. Gemini. Close. New chat. Uncon chat. Mad podcast text. All note. Recent. iPhone 18. iOS 27. Siri AI. Uncon chat. Button. Voiceover off. Bazuar në rrjedhjet e fundit të informacionit, thashethemet nga qarqet e teknologjisë dhe detajet e diskutuara në konferencat më të fundit, ja çfarë pritet për iPhone 18, iOS 27 dhe revolucionin që po përgatitet për Siri. 1. iPhone 18. Çfarë po ndryshon? Apple po planifikon disa ndryshime të mëdha në strukturën e lançimeve dhe në hardware. Ndarja e lançimeve. Për herë të parë, ka zëra të fortë se Apple mund të ndajë lançimet. Modelet iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max, së bashku me një model të shumë përfolur të paloshëm, iPhone Fold Bri, pritet të dalin në vjesht, ndërsa modeli bazë iPhone 18 mund të shtyhet për në pranverën e vitit pasardhës. Qipi A20, procesi 2 nanometra. Ky do të jetë motori i ri i pajisjeve. I ndërtuar me teknologjinë 2 nanometra, qipi A20 pritet të jetë rreth 15% më i shpejtë dhe të harxoj 30% më pak energji se paraardhësi i tij, duke përmirësuar ndjeshëm jetëgjatësinë e baterisë dhe duke parandaluar mbinxehjen. Më shumë RAM për modelin bazë. Për të përballuar inteligjencën artificiale direkt në pajisje, edhe iPhone 18 bazë pritet të vijë me 12 GB RAM nga 8 GB që kishin modelet e mëparshme, duke u barazuar me modelet Pro. Pesha dhe kamere me lëvizje fizike. Për modelin Pro Max flitet se mund të jetë më i rëndë, rreth 243 gram, për shkak të strukturës më të trashë, dhe modelet Pro mund të prezantojnë një lente 4.8 MP me lëvizje fizike, variable aperture. 2. iOS 27. Sistemi fokusuar te inteligjenca artificiale, iOS 27, përshkruhet si sistemi operativ ku Apple synon të bëjë kapërcimin më të madh në fushën e gjenerative AI. Përshtatja me ekranet e paloshme. Ky sistem do të sjellë një ndërfaqe të re që përshtatet automatikisht me pajisjet me ekran që paloset. Mjetet e reja të fotove me AI, opsione si Extend, për të zgjeruar sfondin e një fotoje me AI dhe Reframe, do të jenë të integruara direkt në aplikacionin e fotove. Kamere personalizueshme. Përdoruesit do të mund të shtojnë ose ndryshojnë widgets dhe shkurtore brenda aplikacionit të kamerës për të pasur akses më të shpejtë në mjetet profesionale. 3. Siri AI Re. Siri 2.0 AI Agent. Ndryshimi më